Selam aleikum, gjithë besimtarve. Shpresoj të kenë pas gjithë një agjerim të lehtë, edhe besoj edhe për syfyrin. Amin, ja syfyr të begat. Se pejgamberi alayhis salam ka thonë syfyr ka begati. Vetëm Zoti e din si shton mirësitë për robën e tij. Elhamdulillah. Aktualisht në Instagram Zoti është shpërbleft që kemi vëllezër e motra të mirë që na zbukurojnë dhe neve bisedën me prezencën e tyre. Duhet inshallah ato që kanë mundësi të bëjnë një shpërndarje që bisedat në emrin e të Madhit Zot të ndjekin sa më shumë njerëz, sepse po ti shikosh këto që shpërndajnë gjëra jo të mira, janë shumë pasionant për të shpërndarë. Kështu që në pasion më të madh duhet të jenë muslimanët dhe muslimanet për të shpërndarë gjërat e mira të besimit. Se ai që po na ndjek kur i bë dhe share që e shpërndan, merr dhe shpërblimin atyre që e shikojnë më shumë. Kështu që le ta kthejmë syfyrin në një begati dhe mirësi të madhe. Mashallah. Na shtohen shpërblimet sa më shumë. Kështu që në Facebook jemi 260 për momentin, 273, vazhdon rritet gjatë kësaj kohe. Ju lutem, kush mundet, ashtu siç tha dhe Elvisi, ta shpërndajmë për qëllimin e vetëm që thjesht njerëzit kenë mundësi të dëgjojnë dhe ato histori, sidomos historia e Zejnebit mbrëm, kam pas shumë njerëz që më kanë thënë një nga historitë më të bukura, ku vërtet dolën pa dhe shumë gjëra, cilat siç ishte për shembull se nganjëherë do të thonë njerëzit edhe keq kuptojnë të pjesën e Islamit, sa ashtu edhe serviret nganjëherë, për shembull puna e martesës më ka bërë shumë çudi. Dhe herën e dytë që ajo e priti, prapë po mbet njëjtën gjë. Buzqesh, uskuq edhe buzqeshi. Domethënë kështë ngel me karakterin i soj edhe mos themi më shumë e kështë rritat e të moralit edhe të mirësisë, elhamdulillah. Në historinë njerëzore edhe në letërsinë botërore ka pasur shumë pak mundësi tilla që të njohësh histori tilla. Histori që të kenë gradën më të lartë, kaq të madhe të moralit, edhe të një dashurie e cila normalisht në fund fare duket sikur edhe nga kjo jetë tërhoqin njëri tjetrin. Është, po flasim për familjen e pejgamberit alayhis salam, normal që nuk është se gjithë bota është kështu, duhet të jemi realist. Ne mundohemi me dhënë modelin më të mirë edhe modelin më të qartë pejgamberëve. Ato janë përcaktuar nga i Madhi Zot, që në veçanti morali i tyre ka qenë i gradës shumë të lartë. Dhe Zejnep kishte trashëguar dashurinë, respektin, moralin, sjelljen e prindërve. Dhe normal që nuk mund të priste asgjë tjetër. Ai ishte sprovë e madhe. Ajo që i ndodhi pejgamberit ishte shumë e madhe. Dhe sprovat në pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, pse zakonisht neve nuk ndalemi shumë tek sprovat, po sprovat kanë qenë nga më të mëdha. Ne specifikisht ndalemi te shumë profet që janë shquar për sprovat ndryshme, ndërkohë që po edhe në një kohë, në një jetë shumë të shkurtër të profetit sallallahu alajhi wasallam, i ka përjetuar gati të gjithë modelin e sprovave të gjithë profetëve të tjerë në thonjza, nëse thuash në kurrizin e tij. Qofse do të flasim drejt, hapur, pa pasion edhe pa tifozlik. Nuk ka njeri në botë që është sprovu aq shumë sa është sprovu pejgamberi Muhammed alayhis salam. Domethënë, nga dita që u bë pejgamber dhe deri në ditën që dha shpirt, ka kaluar sprova të jashtëzakonshme. Ne këto ditë disa prej tyre do t'i përmendim. E ka pyetur herë Aishën radhiyallahu anha. Ka qenë duke bisedu dhe kishte mbaruar lufta Uhudit, ku pejgamberin kishin qëllim për ta vrarë, plagosën, e derdhën gjakun e tij. Dhe Aisha, mbasi u qetësu situata, e pyet: "O i dërguar i Zotit, a ke pas ditë më të vështirë se të Uhudit?" Kupton që pothuajse po ta kishte lejuar i Madhi Zot, do ta vrisnin. Ne kishim bërë kurthe, gjithë angazhimi ishte për të vrarë pejgamberin Muhammed alayhis salam. Se kjo botë është e çuditshme, megjithëse është njeriu më i mirë që ka pasur historia botërore, kur prishen interesat e njerëzve, zullumqarëve, njerëzve të paditur, s'duan me ja ditë se është edhe pejgamber apo jo. Allahu ka thënë Kur'an për popujt e mëparshëm, feriqan kadzabtum wa feriqan taqtulun. Një grup të pejgamberëve i përgënjeshtrut, një grup tjetër i vrat.
si Zekeriaj apo Jahja, gjon pak zori e me radhë, që mos dalim se ne dalim nga herë deg në dega, po më mirë të qëndrojmë këtu. Dhe Aisha e pyet: Ja Rasul Allah, o i dërguar të madhit Zot, ke pas ditë më të vështirë se të Uhudit? Po interesante është që s'kishte ardhur akoma betejë e Hendekut, që ishte edhe më e vështirë. Domethënë nuk ka pas qetësi. Ne do t'i trajtojmë pak nga pak për të kuptuar figurën e madhe, domethënë gjakun dhe djeshtën që ai derdhi që neve të na vite Islami. Jo vetëm ne, po gjithë botës. Pastaj kush të dëshiroj e pranon, ai që i shkon tituria, i shkon argumenti sakt, se ka dhe musliman të çuditshëm që të sjellin Islam që dhe me dashme e pranu se pranon dot. Pra, Zoti do t'i gjykojë njerëzit në gjykimin mbas dijes, informacionit e më radhë. I thot pejgamberi alayhis salam, a je sprovu ndonjëherë më shumë? Po, thot. Subhanallah. Po. Dhe këtu nxjerrim pa një sprov e cila lidhet me zemrën, me stresin, me turprimin dhe me arrogancën dhe me shpërfilljen. Si i tha Aisha, më shumë se kaq. Se në atë kohë kur kishte ndodhur ngjarja, Aisha nuk ishte bashkëshortja e pejgamberit alayhis salam. Po tha, më ka ndodhur në Taif. Më e madhe se sa kjo. I thot Aisha, çfarë është ajo? Si më thon, thuj sa pak gjëra të kuptoj çka ka ndodhur me detaj. Thot o bija e sinqertit. Nga jeri thote bashkëshortja e dashur, nga jeri thoshte bija e sinqertit, pra vajza e Bubekrit sinqert. Ka qenë e bukur Ibn as-Siddiq. Kur do të më thon fjalë ledhatuese, edhe ti kujtohet edhe babën e mirë e familjes, i thotë o bija e sinqertit. I thot në Mekë ishte koha kur më vdiq Hatixha. Hatixha çfarë ishte për pejgamberin alayhis salam? Suporti shpirtëror. Të paktën kur shkote në shtëpi dhe gjeta atë xhevair, qetësia. Dhe qetësinë që e ndjeu që në fillim kur i erdhi shpallja, të paktën në shtëpi qetësoi. E ke parasysh çado që të ketë njeriu jashtë familjes, nëse ka një familje, mos themi tani të mrekullueshme se janë fjalë që i ka kalu koha, po familje normale, që të paktën nuk stresohesh, gjen një lloj prehje. Po patjetër. Allahu madhnushëm ja mori. I ndroi jetë, se ishim të fol vetëm për fëmijët, tani po dalim ke bashkëshorti. Suporti shpirtëror ja mori madhi Zot, ndroi jetë Hatixha. Kurse suportin e mbrojtjes ndaj egërsisë dhe dhulmit, padrejtësisë së Mekasve e mbronte xhaja i vet, Ebu Talib. Edhe ai vdiq. Allahu Akbar. Dietarët thonë, dëshmi i tregu i madhi Zot që suporti jot shpirtëror dhe suporti jot i mbrojtjes është vetë Allahu xhelle xhelalu, Sunduesi suprem i universit. Pra po e farkëtonte dhe po e bënte më të ndërgjegjshëm pejgamberin alayhis salam që sebepet janë vetëm sebepe, po Sunduesi suprem, ai që thotë dhe kur një gjethe bjen ai është në dijen e të madhit Zot. I vdiqën këto, s'kishte mbrojtje më në Mekë dhe nuk po gjente qetësi shpirtërore. Pra kur u kthente në shtëpi ishte vetëm. Pra me fëmijët, po pa bashkëshorten, e cila është suport. Dhe mendoi, ku i rinte mendja pejgamberit alayhis salam? Siç përndante Islamin. Ja ju nabi, o ti pejgamber, inna arsalnake shahidan, ne të kemi dërguar dëshmitar, o mubashiran wa nadhira, dhe përgëzues dhe qortus. Dhe thirrës në rrugën e Zotit tënd të pishtar ndriçues. E tham edhe në podcastin që kaloi. Dhe përgëzoi besimtarët me shpërblime të jashtëzakonshme. Për këtë ishte për t'i thënë njerëzve që Zoti nuk ju ka kriju juve kot. Ju ka kriju me një qëllim të madh për të fituar xhenetin me qenë gjithmonë me të madhin Zot. Ju jeni të krijuar, po keni mundësi të bëheni të përjetshëm. Këtë e thonë gjithë librat e shenjtë, kanë thonë gjithë pejgamberët e Zotit. Këtë se besojnë vetëm ateistët, laikët dhe materialistët e tmerrshëm që nuk besojnë Zot. Kush beson Zot, e din që do shkojë ke i madhi Zot dhe do gjykohen njerëzit, do shpërblehen ose do dënohen. Kjo është taksative në çdo libër që Allah që ka zbrit dhe çdo pejgamber e ka sqaruar këtë. Dhe pejgamberi i rritë mendja siç përndate Islamin e bukur. Dhe për këtë arsye harronte edhe vdekjen e Hatixhes, dhe vdekjen e Xhaxhait, edhe çdo gjë tjetër, dhe vdekjen e fëmijëve. Sepse ishte me besim të madh ke i madhi Zot, dhe ne thamë kishte takuar Xhebrail Eminin, edhe i zbrisë Kurani famlart.
dhe kishte privilegje në krahasim me njerëzit e tjerë. Ka shkuar nga Meka në Taif, fshehtas dhe në këmbë. Subhanallah, para se dalim tu, si profeti sallallahu alajhi wasallam që kërkon të dashpërndante. Jemi 1.1 në Facebook. Po, edhe 3226 në Instagram. Atëherë, po flasim për një histori shumë të bukur që ishte shpërndarja e Islamit. Atëherë për hir të Zotit do t'i kërkojsha që të gjithëve kush mundet ta shpërndaj, sepse sa më shumë të shpërndahet kjo historike që bukur le ta ndjekin sa më shumë besimtarë dhe të kenë mundësi ta shijojmë këtë pjesën e syfyrit me një nga historitë më të bukura të Taifit, sprovat më të rënda të profetit sallallahu alajhi wasallam. Do shkonte në Taif. Mekasit ishin gati një sebeb donin për ta vrarë. Për ta burgos, për ta syrgjynos, për t'i bërë dëm. Sepse tham, xhaja i vet nuk ishte më mbrojtëse, pra fisi vet. Xhaja i vet ishte kryetari, si më thon, dhe ai i cili e mbronte. U nis në Taif në këmbë dhe fshehtas. Pse shkoi në këmbë? Sepse bashkë me Zeid ibn Harith shkuan sikur po dilçin në periferi. Për shëtitje, për ndonjë gjë të vogël, pa ai po shkonte nga që nuk po gjente shpresë në Mekë, tha do shkoj ta shpërndaj ndashti i madh i Zot në Taif. Kjo thojnë dietarët e Islamit tregon ti mund të jesh pejgamberi më i madh që ka boj sebepet. Ti don të ecësh një jetë bëhesh i pasur, puno. Don të arsimohesh, studio. Sa do besimtari mirë ti jesh, Zoti ka thonë nëpërmjet sebepeve dhe u nis. Dhe kaloi. Kuptohet sakrificën e rrugës, vapa ishte e madhe, me radhë, dhe shkon Taif. Në Taif do takonte njerëzit që drejtonin atje. Shkon dhe troket ke i pari. Pra po i tregonte ai se tani pse ishte e vështirë kjo. Dhe ne do mësojmë që nga i vujtjet shpirtërore, vujtjet e shpërfilljes, vujtjet kur tjetri të bën arrogantin dhe mendjemadhin janë më të mëdha se sa kur e plagosën dhe deshin me vran luftën e Uhudit. Shkon ke i pari. Troket delaj, ai e dinte gjendjen e Mekës, ishin servil dhe njerëz të vegjël fare këto që do takonte. Po profeti alayhis salam bonte sebepet. Këto ishin njerëz më të vegjël që kishte pa bota, këto donin sikur që erdhi rasti që erdhi Muhamedi të bëjshin servilizim më të madh ke Mekasit. Disa njerëz katastrofë. Faktorizim. Nga këto të vegjëlit që përfitojnë rastin edhe kur është gjë e mirë për të arritur keqen, nuk ka fund vogëlsia e këtyre. Prandaj një histori këto asemri si diet. Troket ke i pari pejgamberi i madhit Zotit gjithësisë. Dhe i thot ka ardhur të më jep një mbrojtje të shpërndaj Islamin. Ky i pari i thot sikur ti t'jesh në Qaben e madhnushme, se Qaben ato e shenjtrojshin. Dhe aty të kapësh për robën e saj, për atë që mbulon Qaben, dhe të betohesh aty që je profet, unë kur s'të besoj ty. Ti thu jam profet, unë e gris robën e Qabes tha. I vogël fare, kupton? Pa edukat, pa, sigur po i thoshe do të vras. Kaloi ke tjetri. Ke një tjetër nga paria e Taifit. Kishte ardhur me shpresën mos po e mbrojnë ato të fillonte siç ndodhi pastaj në Medinë. I dyti më ironik se i pari. Tha o Muhammed, zgjeti Zoti tjetër ty të gjeti. Pra ky ishte i materialist, një rob kot, një fatkeqësi e Taifit, i cili se unë tani nga që mërzitem pse janë sjellshëm me profetin, po gjej ca terma kështu të shëmtuar. Po zakonisht për shkakun të shikon ndonjëherë në rrjetet sociale se kalove një moment dhe gjena një që shan Islamin dhe kur hyn profil e shef thu me vete më mirë mos ti kisha hyn profil ta shifsha, më falë. Po. Dhe ky i tha ty të gjeti Zoti, domethënë ti si e pasanik, ti s'ke pushtet. Ç'e profeti je ti? Profet tu bonte Abu Xehli. El Umeje, kupton, të bote në një nga ato zullumqarët e Mekës, ato janë me pushtet, me ato që shef hajër, dhe ato kanë lek. U bone ti. Profeti alayhis salam normal, se kështë e prit të reagim kaq, se arabët në atë kohë e kishin, po jo, të mbroj, si shnodhin me dine, pasaj që dolën ato burrat e mëdhej atje, që ne do flasim pa tjetër. Dhe shkon ke i treti, dhe ai bonte si zgjut. Sigur e dona kishin bë me fjalë. Jo që do të ashtu sa u ha fjala që ka ardhur Muhamedi, ta tallim tani që të fitojmë pikë në Mekë. Mekka ishte kryeqendra, këto ishin si e shkëputur. Ky i treti
tha, o Muhammed, tha, tani, qofse ti je pejgamber, siç pretendon, ti je shumë lart flasësh me mua. Po, ky ishte më i zgjut se dy të tjerë. Në qoftë se tha, ti je gënjeshtar, unë s'do njoj të flas me ty. Prandaj tha, sa më shpejt, sa më urgjent, ik nga Taifi, s'ka vend për ty këtu. Tani pejgamberi alayhis salam po priste, erdhi me shpresën se do Zoti po bën musliman. Jo që su bon, po bon një ironi shumë të keqe dhe e fyn pejgamberin alayhis salam shumë. Tani pejgamberi i tha, të paktën kërkoj për jush, mos lajmëronin Mekasit që ka marrë këtu, se e kishte ndaluar me profetin me shku me shpërnda fen. Pra u dukte sikur po kërkonte mbrojtjen Taif për t'u bë ushtri për të ndërtuar diçka kundra Mekës, e kupton? Kishin vënë kushte ato. Dhe i tha, të lutem, po ju kërkoj që mos i lajmëroni Mekasit. Tha, pa dalti mirë nga Taifi do niset personi me i lajmëru. I dhan stres më të madh, vështirësi më të madhe. Dhe pejgamberi alayhis salam i dëshpëruar, njëri ka qenë, Zoti shpesh i do fela, yahzunka qawluhum, mos të dëshpërojnë ty fjalët e tyre. Fjalë kishte nga Mekasit, fjalë kishte nga hipokritët Medine, fjalë kishte nga njerëzit që rrethonin Medinën, pra nga të gjitha anët flitshin për atë. Zoti i thote, wa tawakkal ala al-hayy alladhi, mbështetju atij që është i gjallë s'des kurr. Harroj këto. Qofse të kujtohet sa mi ajet para, duket dy po të ka inna sha'niyaka huwa al-abtar. Armiku jot është i zhduk, është i mbarum, se si kalon vën vetes ai, kurse ti pa lind diellin sabah e përmend miliarda herë në botë. Në bazë të zaneve që këndohen, në bazë njerëzve që falen për muslimanëve, pa lind dielli, Muhamedi alayhis salam është përmend miliarda herë. Këtyre si dihet as emri, këtyre Taifit të janë vegjël fare, po këto zbukurojnë historinë për të pa deri ku shko zullumi. Dhe nuk i mjaftoi kjo, thanë, çfarë i bëjmë tani Muhamedit në i të keqe, të fitojmë pikë në Mekë. Dhe i nxorën njerëzit më të ulët të Taifit, kësaj qyteze, dhe ato që ishin pak si shmendur dhe fëmijët, dhe i dolën pejgamberit në periferi kur po dilte nga Taifi duke e godit me gura. Zeidi, kur e pa vështirësinë e pejgamberit alayhis salam, u mundonte me mbrojt dhe thot vishin gurat si era që i merr degët dhe i lëviz nga një pemë. Dhe pejgamberi alayhis salam e kanë gjakos në këmbët e tij. Dhe imagjino tani forma në shpresa që ka ardhur, forma e keqe që të kanë tallë, dhe përveç kësaj, pse e kishte nisi më të vështirën, përveç kësaj, dalin dhe njerëzit godasin me gurë, të shajnë, të ofendojnë gjitha format, kur s'kishte bo asgjë. Vetëm se donte me shpërndaj islamin, ishte në rrugën e të madhit Zot. Allahu ka thënë Kur'an, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Kush flet më bukur se ai që thret në rrugë Zotit. Wa amila salihan, bën punë të mira dhe thot me krenari un jam musliman. Nuk thot i jam musliman. Bën punë të mira, pastaj thot jam musliman. S'ka nevojë me dalë si musliman e s'bën asgjë. Muhamedi alayhis salam i dëshpëruam dhe i gjakos. Më në fund del nga Taifi dhe ecën pak dhe rrugës kishte i kopsht të madh. Kopshti kishte me rrush, me urma, kishte i kopsht i madh i 2 pronarëve. Dhe pejgamberi alayhis salam ulet në cepin e kopshtit për të ndaluar pak për të marrë veten. Zeidi tregon, u qetësu pak dhe i ngreti duart. Tani çfarë ka thënë duan e tij të famshme? Po e përmbledh. Gjëja parë, Zoti im, parashtroi ke ty dobësinë e thirrjes islame që aq sa un kam dobësitë e mia dhe nuk po e çoj atje ku duhet. Zoti i madh, që me nurin dhe ndritën tënde shkëlqen të gjitha errësirat kudo që janë. Ti je, e kemi folë dhe më përpara, Arhamur Rahimin. Kur kemi folë për Ejubin, si i tha, Zot më ka godit smundja, ti je Arhamur Rahimin, më mëshirës si mëshirëse. Këtu e ka përdor pejgamberi alayhis salam. Wa anta Arhamur Rahimin, i ka thonë. Ti je më mëshirës si mëshirësve. Gjatë lutjes brillante që ka bërë, ka thënë një gjë të madhe. Zot, gjithçka që më ndodhi, qofse ti nuk je hidhuar me mua, un jam okay, un jam i qetë. Un jam pa probleme, mu më kaloj stresi, më kaloj mërzitja, vetëm ti, nga që nuk munda do t'i thras njerëzit në islam ashtu siç duhet dhe ato s'm pranuan dhe un isha i pafuqishëm, më mjafton që ti mos t'jesh i hidhuar me mua.
Ka thonë lekel udbe hatta tarda. Kjo është fundi. Ka thonë do të harxoj gjithë jetën dhe energjitë mia derisa ti të kënaqesh me mua. E kupton ku ka shkuar? Domethënë, i kishte heq gjitha këto në rrugë të Zotit, kishte arën këmbë, vapa, e problemet, e ofendimet, e sharjet, gjakosjet, goditjet me gur, ofendime nga më të ndryshmet, i thoshte sundusit madh suprem. Kjo është ta kuptosh të lidhesh me Krijuesin dhe për njerëzit për ty të jenë njerëz mos t'i japësh vlerë më shumë se ç'meritojnë. Lekel udba hatta tarda. Do shkrihem i madh i Zot, si krijes derisa ti të kënaqesh me mua. Pra nëse këto të gjitha s'kan hidhuru dhe të kanë kënaqë, un jam rrugën tënde, un jam njeriu më i lumtur në botë, wala haula wala quwwata illa billah, s'ka fuqi, lëvizje dhe forcë vetë se ke madhështia jote. Zeidi dëshmitar. Dy pronar të kopshtit e shohin pejgamberin alayhis salam dhe Zeidin të lodhur në distancë dalloshin gjakun dhe raskapitjen që ato kishin, pra vështirësinë që kishin kaluar. Dhe i thojnë një shërbëtori, dërgoja një pjatë me rush. Ka vende, siç është Taifi dhe disa vende në Arabi që ka një rush shumë të mirë, edhe sot e kësaj dite. Dhe ja çon ai një pjatë me rush. Dhe ja jep. Merr pejgamberi alayhis salam, bismillah. Merr Zeidi bismillah. Ai, ky person, thot, më fal thot, po, thej një fjalë që s'ja dëgjoj askujt. Ç'a ishte? I thot pejgamberi alayhis salam, është mirë që përpara çdo gjëje që ushqehesh apo pin, thush bismillah. Me emrin e të Madhit Zot që ta ka dhuru. I thot pejgamberi alayhis salam, se ju po qefi që ai erdhi ja solli rushin. Tha, si e ke emrin? Tha, unë emrin e kam Adas. Tha, nga je? Dhe i tregoj një qytet nga Iraku. Në atë qytet i kishte treguar Xhebrail Emini, se dinte asnjë nga arabët, që në atë qytet kishte jetuar para shumë vitesh Yunus ibn Meta. Pejgamberi i Kuranit. O dhannuni dhahaba mughadiban, fa dhanna lan naqdir alayh. Dhe Yunusi thot, e ka qytet dhe nun, kur ju vështirësua çështja dhe i mendoi se do ta tejkaloj dhe thirrjen e thot në errësira, Zoti është një dhe një vetëm, i patmeta është ai, unë i kam bërë padrejti vetës, që e nxori Zoti pastaj dhe i dha fuqi dhe populli u kthye në Islam. Historia e Yunusit alayhis salam. Por këtë ishte fjala. Ti i tha, qenke nga qyteza e pejgamberit Zotit Yunus ibn Meta, ai u habit fare dhe u çudit. Tha, e para i thon ka bismillah gjë ndryshe, dhe e dyta i tha, ku e njeh Yunus ibn Meta sa asnjë nuk e njeh ndër arabët. Si mos ta njoh, tha, ai është vllai im, ai ka qenë pejgamber dhe unë jam pejgamber. Dhe i foli Adasit pak për Islam, dhe Adasi nga që i tregoi këto shenja dhe fjalët që dëgjoi ju hap zemra. Ato Taifit ishin zullumqar, ky ishte i sinqert. Ky kishte njohuri nga pejgamberët e tjerë dhe nga besimi dhe nga feja. Dhe ç'a bën? E puth pejgamberin kokë, se takoi profet tjetër përveç Yunusit që kishte lexu, ja puthi pejgamberit alayhis salam duart. Dy pronarët i thoshin njëri tjetrit e çum normal, edhe u çmend shërbëtori si ne, çum vetëm çoj bistak me rush, ai rrien e puthot person. Dhe e thrasin, shkon Adasi. I than, të dërguam për të dërguar pjatancën e rushit. Ç'a bën? Lujte nga mend? Pse e puth atë person në kokën e tij dhe duart e tij? Kush është ai? Tha, ai është njeriu më i mirë sipërfaqen e tokës, Adasi. Allahu Akbar. I than, kush është ai? Tha, më i miri në sipërfaqen e tokës është ai. Ai është pejgamberi i Zotit, po arabët atko nuk dinin, adhuronin idhujt. Dhe e kishin të vështirë ta kuptonin, kurse ai që ishte besimtar, e dinte që ka pas pejgamber përpara, e dinte çka kanë thënë ato, dhe shifte shenjat, u bonte shpejt musliman. Dhe pejgamberi alayhis salam, mbasi mbaron qetësimin kopësht, niset me preokupimin si do të hynë në Mekë, sepse e dinte që këto Taifit ishin nis për të dërguar lajm, dhe e dinte që Mekasit do t'i bonin ndonjë dëm. Rrugës vëlla i dashur, ja ka mbush krijuesi i këtij universi me gjëra nga më të mëdha dhe nga më të çuditshmet. Rrugës ishte një vend vetëm hapur kështu si shkretir.
ishte diell dhe pejgamberi alayhis salam me Zeidin si një gjigant i madh i pejgamberllëkut, një person i cili 24 orë në 24 orë e kishte mendjen si do shpërndaj Islamin fjalën e të madhit Zot, për të cilët njerëzit janë kriju vetëm për këtë fjalë, për ta njohur sunduesin e madh gjithësisë, për ta besu, për ta adhuru, për ta ndërtuar jetën me vepra të mira në emrin e tij, për të fituar shpërblimet e kësaj bote, për të fituar shpërblimet e botës tjetër, për të vdekur me fjalën la ilaha illallah, për të ringjallë me fjalën la ilaha illallah dhe për të shpërblyer me xhenet. Nuk ka mision më të madh se sa ky. Ja më shumë se të gjithë e kuptoi pejgamberi alayhis salam. Edhe me lek muzikën po i ka dërguar. Kur ishte në këtë shkretir, ku shkretir është shumica e vendeve atje, një vend i hapur, pejgamberi alayhis salam bashkë me Zeidin në kulmin e shqetësimit të tij, çfarë do bëj tjetër për të shpërndar Islamin? Allahu Madhnushëm, një nga emrat e tij është Basir, shikuesi çdo gjëje. Dhe thot, tregon dhe pejgamberi alayhis salam dhe Zeidi, siç ishte dielli ishte përvolus, e hapur pas një lloj reje, vjen një re e madhe sipër kokës pejgamberit alayhis salam dhe Zeidit. Dhe thot pejgamberi alayhis salam, e kam parë ren dhe aty ishte Xhebrail Emini. Allah. Në atë vend, dietarët e tregojnë dhe vendi se si është quajtur në dëshmitë e mëdha historike autentike islame. Ka thonë selamu aleikum ja Muhammed, Xhebrail Emini. Xhebrail Emini zakonisht vllai i dashur vinte për shpalljen e Kuranit, këtë radhë erdhi me një specifik tjetër. Ishte edhe me një engjëll shoqërues. 2 herë ka ndodhur në gjithë historikun. Nëse ka në i tretë unë se di. Kjo që ka ardhur me një engjëll shoqërues dhe ka qenë një herë vllai i dashur duke bë bisedë të hapur të drejtë për drejtë me pejgamberin alayhis salam dhe është dëgjuar një zhurmë e madhe sipër në qiell, sikur u hap një derë e madhe. Dhe i ka thonë, o Muhammed, a di ç'është kjo? Tha, jo, Xhebrail. Tha, kjo derë që kur është kriju ky univers, nuk është hap në herë, dhe ai engjëll që do të vijë nuk ka dalë në herë, është kriju vetëm për këtë gjë. Dhe thot, ka ardhur engjëlli afër nesh. Dhe ka thonë, o Muhammed, gëzohu me 2 drita, me surën Fatiha dhe fundin e surës Bekare. Fatiha që ne themi për çdo namaz dhe fundin e surës Bekare që është me famë, që njeriu mund ta thotë përpara se të flejë dhe fleni qetë. Edhe ky rast, ka thonë selam aleikum ja Muhammed. Ka thonë aleikum selam ja Xhibril. Ka thonë bashk me mua është engjëlli i fenomeneve. Një nga engjëllit më të fuqishëm që ka krijuar i madhi Zoti qofshim atij fal. Ka thonë Zoti i gjithësisë ta ka sjell këtë engjëll të bisedosh. Dhe thot mu drejtua dhe më tha selamu aleikum Muhammed. Kam thonë aleikum selam. Ka thonë Zoti i gjithësisë e pas se ç'bëri popullit Taifit. Është hidhuru me ato dhe kaloni çështjen dorën tënde. Dorën tënde komplet. Ka thonë çfarë është? Ka thonë qofse dëshiron i madhi Zot më jep lejen, qofse ti e thua dhe kodrat ku janë unë i hedh sipër atij populli. Se kanë derdh gjakun e pejgamberit dhe kanë ofendu pejgamberin e Zotit dhe fenë e tij. Pejgamberi alayhis salam i ka thonë Zoti i gjithësisë wa ma arsalnake illa rahmatan lil alamin. Të kam dërguar Muhammed me tekst kuranor. A di ç'është ky ajet? A di ç'është ky ajet? Ky na njeh që s'është musliman që flet jo dhuna, jo terror, jo ekstremizmi, duhet largu urgjentisht se të mund me ignorancë ky pastaj. Shi ç'a thot Kurani, të kemi dërguar mëshirë për gjithë botrat. Ose në një musliman i çuditshëm që sillet nga herë dhe bën si i dhunshëm me kështu, duhet largu shpejt se e mbush me ignorancë hapësirën tonë. Sunduesi i madh i gjithësisë çdo sure të Kuranit e ka bër fillu me Bismillahirrahmanirrahim me tregu që un jam i gjithë mëshirshëm, mëshirëploti, pejgamberin Muhammed e ka dërguar mëshirë për gjithë botrat. Dhe kur i ka thonë unë nëse ti e lejon, Zoti më ka dhënë leje ta dënoj popullin e Thaifit, ka thonë jo. Se unë dëshiroj që dalin nga pasardhësit e tyre njerëz që adhurojnë Zotin një dhe një vetëm dhe nuk i shoqërojnë atij shok. Këtu Xhebrail Emini është mahnit dhe ka thonë sadaqa men semmake raufun rahim.
ka thonë të vërtetën ai që të ka quajtur i dhemshur dhe i mëshirshëm. Kështu e përmend Zoti cilësitë e pejgamberit ton, i dhemshur shumë dhe i mëshirshëm shumë me njerëzit. Dhe nuk ka pranuar profeti alayhis salam se nuk kishte si qëllim me u dënu, po kishte si qëllim se si njerëzit u bonin musliman, se si njerëzit ta besojshin të madhin Zot i qofshin fal, me i tregu njerëzve që dielli në atë pozicion të mrekullueshëm që është, se po të ishte më larg, do ta ngrinte tokën, dhe të ishte më afër, do ta shkrinte tokën, dhe është në atë pozicion brillant që është, dhe atë energji të mrekullueshme që e bjen tokë dhe dritën e saj nuk është e rastishme, ka i Zot. Dhe ai shi që zbret me bollok dhe ngjall tokën dhe ngjall jetën e njerëzve, është nga i madhi Zot. Dhe hëna në pozicionin e saj brillant që është, që ka shumë elemente deri nga baticat dhe zbaticat dhe për këndin e tokës dhe për stinët që krijohen tokë, e ndihmon hëna tokën, nuk është rastisht, po ka i Zot. I Zot ka sistemi diellor, ka përsosmëria tokës, kanë 36.000 miliard qeliza që ka trupi njeriu, është galaktika jon udha e qumshit, miliarda e miliarda yje që ka galaktika jon, dhe miliarda e miliarda galaktika, sa fuqie e të madhit Zot, hyn ke la ilaha illallah. Dhe pejgamberi e kishte misionin e jetës t'ia tregonte këtë njerëzimit. I fali. Dhe i fali. Allahu akbar. Kjo ishte e pjesa që Zoti tani kishte përgatitur për të mirë. Ç'a boni pastaj? Vazhdoi udhëtimin dhe e vonoi udhëtimin e hyrjes në Mekë. Dhe natën, deri në këtë çast, pejgamberi alayhis salam s'kishte shkuar në natën e Miraxhit. Kjo është para natës Miraxhit. I vdiq bashkëshortja, i vdiq Xhaxhai, i ndodhi Taifi, pastaj shkoi në Miraxh. Pse po e them këtë? Se pejgamberi alayhis salam nuk falte 5 vakte në këtë kohë. Për këtë po ta them. Po falte sabahun dhe ikindin ose akshamin, mbrëmjen që quhet. 2 vakte. Kurse obligime kishte që kur i ka ardhur shpallja, falte namazin e natës. Po namazin e natës. Nuk e kalon gjithë jetën. Dhe e vonoi për të hyrë në Mekë, se do e runte veten, do t'i bonte sebepet, dhe natën ndaloi me Zeidin, u veçua dhe filloi të falet. Allahu Ekber. Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Falenderimet i takojnë Allahut Zotit gjithësisë, pamirësit të përgjithshëm, mëshirbërësit, sunduesit në ditën e gjykimit. Vetëm ty të adhurim. Surën Fatiha. Vetëm ty të adhurim dhe vetëm për teje ndihmë kërkojmë. Udhëzona në rrugën e drejtë, në rrugën e atyre njerëzve që i bekatove me të mira, dhe jo në të atyre që ti u hidhrove me to dhe humbën nga e vërteta. Pastaj lexonte Kur'an. Aq Kur'an sa kishte zbrit deri në atë kohë. Çka ka ndodhur? Mekasit nuk pranonin fen. Taifi jo. Ishin nevrik dhe ironik. Po, vetëm Adasi. Adasi po. Tani në këtë udhtim, se Zoti kështu është, kur të provon dhe të begaton. Ai i mban ekuilibrat. Asnjëherë thot në Kur'an, hatta yaqula ar-rasulu walladhina amanu mata nasrullah. Ngushtohet nga herë situata, thot ai shumë sa pejgamberët kanë thonë dhe ato të cilët besojnë me të, ku është ndihma e Allahut? Përgjigjja, ela inna nasrullahi qarib. Ajo është afër shumë, mos u mërzisni, ajo vjen shpejt. Kështu ka thonë, me të vërtetë ndihma e Zotit është afër. Kur'an, surën Bakara. Tani këtu mori informacion të ri pejgamberi alayhis salam dhe këtu u informu për herë të parë që Zoti s'e kishte dërguar vetëm për njerëzit, po edhe për xhindët. Këtu ka zbrit, mbas kësaj historie ka zbrit suratul Jin. Ka i surë xhindët në Kur'an. Çfarë thotë? Qul uhiya ilayya. Thuaj po më shpallet mua. Pejgamberi alayhis salam ka qenë tu fal namaz natë. Nuk ka ditë që aty janë mbledh xhindët dhe i thëshin njëri tjetrit pushoni të dëgjojmë Kur'an. Nuk ka ditë sa është botë e padukshme. Vet fjala xhin do të thotë ajo që s'duket me syt ton. Po shumë gjëra ne nuk i shohim, për shemb rrezet ultraviols, ne si shohim. Me aparatura ajo shikohet. Rrezet gama jo. Rrezet e ndryshme biles shumicën e dritës ne nuk e shohim me syt ton. Po që ajo është vëzhguar me anë të aparaturave. Pra shumë gjëra ne si shohim. Por ato ekzistojnë. Dhe xhindët pejgamberi alayhis salam nuk i ka pa. Zoti e ka lajmëruar. Po kur ka këndu Kur'an atë natë, ato janë mahnit. Çfarë thotë në Kur'an? Thuaj po më shpallet mua se një grup i vogël prej xhindëve
dëgjuan Kur'an dhe thanë, ky është një Kur'an që mahnit. Ka dash Zoti që vetëm atë natë, se ato kanë net një farë kohë duke dëgju perlat e Kur'anit, dhe kanë thonë, jehdi ila rushd. Ky Kur'an udhëzoka në më të mirë, në më të shkëlqyshmen. Dhe ne e besojmë Zotin dhe nuk i shoqërojmë atij shok. Përmendet në 2 sure. Do të vazhdo surja Xhin shpjegon më shumë për atë që don më shumë le ta dëgjoj suratul Xhin. Se shpjegon edhe për pozicionin, thot disa për nesh janë musliman, disa janë jashtë rrugës, muslimanët për nesh do të shpërblehen. Domethënë pejgamberi alayhis salam për herë të parë mori vesh që siç thot Zoti të dërgua mëshirë për gjithë botrat, nuk është vetëm bota e njerëzve, është dhe bota e xhinëve dhe asaj që doni madhi Zot. Subhanallah. Dhe pejgamberi alayhis salam mbasi fal namaznatet nesërmen donte të hynte në Mekë. Dhe ishte shumë e vështirë. Filloi t'i kërkoi ndihmë fiseve të ndryshme të fuqishme të Mekës, që ai nuk kishte armiqësi. Grupi i parë nuk e pranon. Grupi i dytë nuk e pranon. Kjo tregon, thënë dietarët e Islamit, që neve duhet të bëjmë shumë sebepe derisa të arrijmë qëllimin. Dhe jo të jemi pesimist, bën diçka dhe thu kjo s'bëhet. Jo, nuk është kështu. Duhet të kërkosh gjithmonë më shumë derisa Zoti ta hap. Islami është feja e sebepeve dhe e shkaqeve. Kur i thot të tretit, ai thot po. Ledvi Muhamedi se është në mbrojtjen time. Arabët në atë kohë kishin, kur dikush e merrte në mbrojtje, ishte edhe me Zejnebin që ka ngellë në Islam, që tha unë e mbroj Ebul Asin, edhe thanë gjithë e mbrojmë. Dhe para Islamit, edhe ke ato që ishin muslimanë kishin këtë cilësi. Dhe ai tha unë do ta mbroj Muhamedin, dhe kur ka hyrë në Mekë, ai kishte nxjerrë gjithë fisin e vet për ta mbrojtë. Dhe hyri pejgamberi alayhis salam dhe ishin njerëz që e ruajshin edhe djathtas edhe majtas. Derisa ky njeri, megjithëse ishte jo besimtar, pra që i bonte shok Zotit, ky qelloi nga ato të cilës kishin armiqësi dhe ishte i kthjellët. Tha o Muhammed, ti je në mbrojtjen time, do bësh dhe tavaf. Shkon Qabe dhe e kanë mbrojt njerëzit, pejgamberi alayhis salam elhamdulillah, duke i bën madhërim Zotit në Qaben e madhnueshme. Nga ideja për të hyrë me fryk. Po, ja hapi Zoti dhe krejret e Mekës kanë dalë. Dhe i kanë thonë këtij personit që e mbrojti. Tha, na thuaj, je bo ndjek si këti, apo vetëm po e mbron? Shikoj kishin hallin, vetëm mos më u bë musliman. Po, s'ka gjë, ta falim po ishte. Po, Europë, çuditshëm. Vetëm musliman, po mbroje, jepi çfarë dush vetëm. Dhe ai i tha, jo nuk jam bë musliman. Thjesht po e mbroj se ne kemi traditë mirë dhe ky njeri duhet të jetë i sigurt. Në rregull, nëse vetëm s'u bë musliman, se ajo të merri. Ideja është sikur që si e ke bëu di musliman. Pra, imagjino tu u bë armiq Zotit e të fesë kot. Se çat keq e kishte Islami, edhe pejgamberi selam vetëm Zoti e din. Por njerëzit kur fiksohen, kur nuk e njohin, një pjesë e këtyre që po flasim ne që ishin armiq janë bë musliman mbrapa, po them në këtë fazë. Kur i tha ai që unë nuk jam pasuesi i atij, po e mbroj, u liruan shumë vllai dashur. Se shqyr që s'është bë musliman, se kur ushtohej për ato i musliman ishte bë kiameti. Po elhamdulillah kushtohen muslimanët, do mushet xheneti më shumë. Kushtohen muslimanët, do shtohen njerëzit që adhurojnë Zotin këtë botë. Kushtohen, po flas muslimanët vërtet, që mundohet më shumë të ketë vepra të mira se sa vepra të këqija, Nuk ka as i dëm kur kuptohet flas Islami drejt, edhe kuptohet Islami mirë. Kush është Islami i drejtë dhe i mirë? Besimi që i madh i Zotit që është kaq i mirë që na ka dhuruar të mira pafund dhe veprat e mira. A është i mbush Kurani vëlla vetëm me këto 2 ajete? Sa herë me qindra herë në Kur'an, besoni, bëni vepra të mira. Besoni, bëni vepra të mira. Besoni vepra. Kush tremet për Islamit, ne i themi, hape Kur'anin, se gjete me qindra herë që Zoti thot besoni, bëni vepra të mira, besoni, bëni vepra të mira, dhe po ti shohësh, nuk kanë njohuri dhe çfarë thonë. Në një cept Kur'anit, në një ajet Kur'anit, fut atje duke e komentuar si mas dëshirës, ka i problem me Islamin. O i nderuam, lejmë këtë shif qindra ajete, besoni, bëni vepra të mira, besoni, bëni vepra të mira. Në këtë është ndërtuar themeli i Islamit. Prandaj ja them gjithë vëllezërve dhe motrave, shpërndajni këtë mesazh që Islam do të thotë me besu sundusin suprem pa i shoqëruar ti shok dhe me mbush jetën sa kemi mundësi me vepra të mira dhe me kërku falje, sepse nuk jemi engjëj, të gjithë kemi gabimet tona. Kjo ishte në pika të shkurtra çai i shpjegoi pejgamberi alayhis salam Aishës dhe e quajti ditën më të vështirë të jetës tij dhe më shumë se sa Uhudit dhe më shumë se sa azabit që erdhi mbrapa. Është sprovu vëlla pafund. Subhanallah. Dhe asnjë njeri, ta them
ma aq sa kam studiu, ma aq sa jam thelluar që nuk është sprovu asnjë në botë dhe s'ka për të sprovu deri në kiamet sa ai njeri i madh dhe nuk i kalon dot provimet me notën 10 të çdo fushë sprove që kaloi ai. Dhe kur e pyetën bashkëshorten e tij ai ishte mbrapa brezi që erdhi, tha kush ishte ai? Tha ai ishte Kur'an që ecte mbi tokë. Pra e zbatoi 100% Kur'anin, prandaj i kaloi gjitha provimet. Kur'anin e kujt, cilin Kur'an, ma atë që do kapim me një ajet të cep, apo Kur'anin e 100 ajeteve që thot besoni dhe boni. Shiko, edhe ai që kapet me atë cepin, as nuk analizon dot në kohën që ka zbrit, as e nxjerrin nga konteksti, ato nuk diskutohet që tash. Shiko, unë mendoj se në këtë pjesë në podcastit ke qenë mashallah Zoti të rujt. Amin. Amin. Unë jam 1.3 në Facebook. 3600 e sa jemi këtu. 3600 e sa. Po s'dim TikTokun. Dhe se shoh do TikTokut vetëm një dorë. Po se e ke anash. Kështu që inshallah me lehtë Zotit TikTok. Mundet. Tani të pyesi ti, po ta bëj për shaka, lejo TikToku vëllai mjes për sa, pse kur hapet mos kanë një gjoksh. Se di. Jo, ne nuk jena tu pa gjo, ato po shohin Allah, ty janë tu pa. Zoti i shpërblet, bëj shaka se edhe në Facebook e në Instagram po të kërkosh gjë çat dush. Po Zoti na rujt e na bëv devotshëm. Kjo është dhe e fundit më. Kjo është ajo që ndaj me gjithë vëllezërit edhe motrët që na dëgjojnë. Sepse vllai dashur kanë agjëru njerëzit, ka që kanë agjëru. Sa? 600. Shiqur, që kanë 600 vet në 600 vet TikTok. Tani gjithë që po agjërojnë dhe ka pasi pjesëmarrje të mirë të agjëruesve. Po flas për Shqipëri. Ne si kemi pyet vëllezër, na ç'a bëhet në Prizren, ç'a bëhet. Okej, futemi pak, mos flasu nga vetja. Jo, e di pse se po, ke drejt vëlla. Na thonë, un kam qef Tetovën. Po. Na thonë sa përqind, na i kanë thonë edhe vite të tjera, po ndoshta këtë vit, por un më aq sa shikoj që ka agjërues këtë vit goxha dhe Shqipëria. Shumë. Jo se s'ka pas vite të tjera, por shqyr Zotit ka njerëz që agjërojnë dhe agjëruesit e gjithë trojeve shqiptare dhe ato në diaspor janë ke Kurani që besojnë dhe bëjnë vepra të mira. Pra asnjë nuk ka nevojë që të bëhet të rëndohet, as nuk ka pse bëhet islamofob, as nuk ka pse mërzitet. Neve shpjegojmë Kuranin e besimit ke Zoti dhe veprat e mira. Ma kjo tokë ka vend për të gjithë. Jo, nuk ka gjë për të mërzit, se ne gjithë i shërbejmë të mirës. Gjithë dëshira jonë është, siç jemi, për shembull ne nuk na shtyri feja që janë shëruar fëmijë nga smundjet. Ne nuk na nxiti kjo fe madhështore ta përkrajmë jetimin. Ne nuk na mundsoi kjo që ta ndihmojmë të varfrin. Po, gjitha se ne Zoti na fal, po mos ishim udhëzuar në Islam, kush e di ku do ishim. Nosha do ishim tu ja marr të drejtën jetimit, tu ja marr të drejtën smurit, e nosha duke e smur këtë shqiptari. Shqyr Zotit është bë sebeb Kurani që thot besoni dhe bëni vepra të mira. Është bë sebeb pejgamberi alayhis salam që thot kush e ndihmon smurin, Zoti e ka në merakun e vet. Është bë sebeb pejgamberi alayhis salam që na thot unë dhe ai që përkraj jetimin do jemi të dy në xhenet kështu. Ne për këtë Islam po flasim. Për Islamin i cili thot besoni bëni vepra të mira, nëse del në një hoxhi çuditshëm që Zoti na rujt se kush e instrukton edhe flet gjëra të tjera, ky s'ka lidhje me Islamin. Un po flas i gjë që on Kur'an. Po ta hapim gjithë Kur'anin e kemi dhe shqip, besoni bëni vepra të mira, besoni bëni vepra të mira, besoni bëni vepra të mira. Kështu që s'po të lej me fol, mund t'i pyesim, për Prizrenin, nëse ka vëllezër nga Prizreni që na ndjekin, mund t'i pyesim për që kisha Tetovën, vlonjatë çame në Itali. Mashallah. Edhe vlonjatë edhe çame në Itali. Mashallah te barakallah. Lum goja hoxh. Shumë po shkruajnë për Jusufin alayhis salam. Po e shifsha edhe shparë që s'kan faj. Është një histori më të bukur. Po. Si edhe domethënë doni ju të tregoj tha për historinë më të bukur tha. Shemsi Hasani thot nga Forchhemi, duhet të jetë Gjermania, besoj. Mirësade Mehmeti i Zot të lumt goja sa mirë na shpjegon Zoti të dash të mira pa fund. Selam nga Italia, përshëndetje nga Finlanda. Kjo është lajm
se nga Filanda e largët na ndjekin. Selam nga Kumanova. Na thuj vlla Golden, na thuj çfarë bëhet në Kumanov. Selam nga Italia, nga Hamburgu, Vjena. Gostivari ka përqindje të madhe. Sa përqind vlla? Qëndresa, mirëmëngjes, përshëndetje nga Gjermania, Suedia, Kolni, Subhanallah. Franca. Mashallah. Thot Selam aleikum, Munchen Tirana. Si ta kuptojmë te vlla? Ky është nga Tirana, po rrin në München. Po në rregull, mini. Thot lutemi thot Nga Italia, nga Kamenica, Gjermania, mashallah. Lutemi vlla thot për një vlla që ndroi jetë thot me një aksident në Gjermani thot në Hanover thot. Na vjen shumë keq, Zoti e pas të mëshiro. Zoti e fus në mëshirën e tij. Zoti ja lehtësoft familjarëve këtë sprovë të madhe. O Zot, të gjofshim sa më pak nga këto lajme dhe sa më shumë lajme të gëzueshme. Selam nga Prishtina, Lavdim Maliqi. Përshëndetje nga Dibra e Madhe. Edhe nga USA thot, jeton në USA siç duket edhe. Selam thot. Përshëndetje nga Zvicra Peja. E kupton çfarë bën vlla? Domethënë që mos dalin nga Zvicra, jo, po kjo është dashuria për dheun. Fiks. Përmend qytetin, pastaj Benarda Cani, selam nga Torino, Zoti ju begatoft. Përshëndetje nga Chicago. Chicago jeni mirë, ju vlla, ne kemi hyrë në Ramazan, ju doni edhe pak. Po kam. Kështu që e pini kafen. Ashtu kam dhe një albanat çuni la që thot selam dhe ka çu flamurin e Kanadas. Mashallah. Nga Italia kemi shumë, Zoti ju shpërbleft. Mirësinë që falni. Me keni mush zemrën plot me këto fjalë të bukura dhe juve lutuni për ne, Zoti ju begatoft. Kumanova thot në Hamburg, Zoti ju ruajt nderim Mehmedi për mundin që bëni, Allahu ju shpërbleft me xhenet. Amin. Kemi një përshëndetje nga Greqia. Mirjona Prifti, Zoti ju begatoft. Një thot, cila është lutja më e mirë për fëmijët? Lutje që çat doj zemra edhe sipas problemeve që kanë fëmijët. O Zot fali, o Zot ruaj, o Zot ndihmoj, o Zot begatoj, o Zot bëj të dijshëm, o Zot bëj të moralshëm, të gjitha lutjet e mira. Selam nga Arushat e Bardha në Finland. Çfarë në Arushat e Bardha valla? Se di po. Albinot Rexhepi. Unë jam duke paca vene që përshëndetje nga Wisconsin. Në Gjermani duhet jetë. A thua, unë do t'jesh me gjeografinë do t'jesh se nuk ka mundësi. Po, varet se ka përshëndetje nga Chicago, nga Kërçova. Po, unë kam nga Kuçova. Armand Koxhaj, selam nga Kuçova. Kurse unë që t'jemi transparent është Shqiprim Xheladini. Chicago nga Kërçova. Nga Malësia e Drenicës në Francë, thot. Po, një më pyet për zekatin, valla. Selam aleikum. Mel Bislimi, zekati si jepet nëse ke mbledh disa para apo ende si ka një vit, duhet një vit i plot, nga viti vjet që ke dhënë deri në këtë vit, nëse kalon nisabin, për shembull Shqipëria është 8.400.000, do japësh vetëm 2.5% të gjithë pasurisë. Hallalli ka 2.5% ai që i varfër, ai që i jetim dhe ai që është nevojë. Mirë është i keni nga njerëzit e afërt që keni, që janë të varfër edhe që janë njerëz nevojë. Nga Milano një tjetër, selam nga Korça është një tjetër, M222, kështu nuk ka emër. Selam nga Greqia dhe nga Greqia, pas kemi sot goxha. Zoti të begatoft për mirësinë e tij, për shpërndarjen e fjalës Zotit. Amin gjithëve. Prizreni, kush 3N, të lutem na tregon në Prizren sa përqind agjërojnë. Megjithëse vllai qen ka në sa agjërojnë Prizren 100%. Kemi selam nga qyteti Peqinit. Mashallah, Zoti ju begatoft. Selam nga Tirana, thotë se sikur Fation Mansaku. Zoti të shkruaj të nderoft vllai im Fationi. Duhet dhe një nga Tirana. Duhet në një se heqim syrin e keq. Se na ka nik Tiranë si të fare. Selam nga Presheva. Selam nga Prizreni. Kemi turave ka kategoria. Prizreni ka shumë, mashallah, Zoti i rujt. Selam nga Gjermania, Belgjik. Allahu Akbar. Kemi shumë vëllezër edhe motra që janë njerëzit, subhanallah. Kur do e kemi fatin ta dëgjojmë Exonin live podcast. Po. Inshallah, po. Po jo, po duhet me dëgjoj. Selam nga Miniu.
Duhet me ngacmu dhe egzoni kur qisin e ilahi shkoni kjo podcast. Ja, ma inshallah për Kur'an, se kjo është muaj i Kur'anit. Edhe në qoftë se ka në ilahi Zoti e begatoft. Singen i Gjermanisë. Shef që ka emra Gjermania shumë. Që kam një koment. Mos më miku. Ku miku? Po mirë, e mamen besoj. Gjitha, ju përshëndes nga Sauku, vendi i mbretërve. Mashallah, selam nga Berati, Alda. O Zoti, ju ruaj që mashallah, nga Pregazi. Se disha që nga Korsika. Ku i bjen Korsika? Francë është Korsika, na knaqet se na e boni më të bukur Ramazanin. Ky është dhe qëllimi, Zoti ju begatoft. Kjo është qëllimi që selam nga Peqini, selam nga Teksasi, selam nga Rimini, Podujeva, mashallah. Kam qenë Podujev në fillimet atëherë kur fillova të shkoj, kam bërë një ligjërat mrekullueshme në Podujev. Sa haroj sot e kësaj dite. Tetova 99% të agjerojnë. Se Fatma. Mashallah. Pastaj kemi thot selam aleikum nga Mitrovica, një qytet ku agjerohet mas shumti. Mashallah. Edhe Mitrovica është shumë mirë. Selam nga Kavaja, Sindi Xheneti. Mashallah. Selam nga Kuksi. Herald Ismaila nga Kuksi, Zotit begatoft. Erza, selam nga Muniu. Shumë kemi nga Muniu. Me të shikoj, ju lutem, temën si ushtua njerëzimi. Po inshallah, selam nga Tetova, Zvicra. Deçani janë disa vëllezër e motra të mirë kanë Deçan. Zoti i begatoft. Selam nga Gjermania, Fariega. Shumë kemi, selam nga Elbasani. Tani Shqiponja. Gjitho selame, edhe besoj vetëm që kjo pjesa e historisë që pati me profetin sallallahu alajhi wasallam, kush të mundet ta shpërndaj, Elvis. Smarojnë mesazhet, la Zoti i begatoft. Amin. Zoti i nderoft. Ndoshta Facebooku ka ra valla, po Instagrami është 2850. Pse më ka ra Facebooku, kom qejf me mbyll. Mirë, alhamdulillah. A do ta mbyllim me dua, si mendon? Inshallah, po, pse mos ta mbyllim me dua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa afdalus salati wa tamu taslima ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. I madhi Zot qofshim fal, kemi hyrë tashmë në Shqipëri në agjërim. Dhe ti ke premtuar i madhi Zot që kur jemi agjërueshëm ka më shumë shpresa që na pranohen lutjet. Lutemi i madhi Zot me shpirt dhe me zemër të na i falësh gjitha gjinafet e jetës. Të na falësh ne i madhi Zot, familjen tonë dhe gjithë umetin e pejgamberit Muhammed alayhi salam. I madhi Zot fali për indrit tan, ato që kanë ndru jetë, ndriçoja shpirtin dhe zemrën dhe mirësitë atje ku janë o i madhi Zot. Nëse janë në gëzim, në mirësi, shtoja gëzimin dhe mirësinë. Hasha lillah, nëse janë dënim, largoja dënimin dhe ktheja atë në shpërblim e bekim për lutjeve dhe sebepeve që bëjmë ne i madhi Zot fuqiplot. Të lutemi i madhi Zot t'i arsimosh, t'i bësh të moralshëm, t'i falësh dhe mëshirosh të rinjtë edhe të rejat tona. I madhi Zot të rinjtë edhe të rejat po rriten, po jetojnë në kohë sfidash. Ruaj i madhi Zot ato nga veset. Ruaj i madhi Zot ato nga pasionet e tmerrshme. Bëj ato Zot i madhnishëm, bëj ato dishëm, të begat, të ndërtojnë familje të shëndosha, të jetojnë me dinjitet, të jenë larg veseve shkatruese që ndonjëherë i duken të mira, por ato i madhi Zot janë vetëm shkatruese dhe njeriu kur e kupton nuk i largohet dot më. Sundusi suprem i universit, fëmijët tanë që po rriten, bëj dietar të mëdhej, bëj shkencëtar, hafiz të Kuranit famlart, ruaj ato i madhi Zot nga çdo e keqe në të ardhmen e tyre. Shtroja i madhi Zot Islamin si një autostradë të bukur të ndërtuar mbi dijen, besimin dhe veprat e mira. Amin. I madhi Zot na mundso që në këtë botë mbulohemi dhe të përkëdhelemi me të mirat e tua. Dhe na mundso i madhi Zot që kur të vdesim themi fjalën La ilahe illallah. Sundues i madhi i universit na mundso që kur t'japim shpirtit të jesh i kënaqur me ne. O Zot, ditën e gjykimit na bashko neve me pejgamberët, me të sinqertët, me dëshmorët e punëmirët. I madhi Zot na ditë mos na e bë ditë të dëshpërimit, të dënimit, por na e bën i madhi Zot ditë të gëzimit edhe të begatisë. I madhi Zot ditën e gjykimit na e bë të lehtë llogarin. Zoti i gjithësisë na bën peshorën të mbushet me vepra të mira. I madhi Zot na mundso ta kalojmë sa më shpejt urën e Siratit
dhe të bëhemi i madhi Zot, siç e ke përmend me shumicë në Kuranin famlar, nga banorët e xhenetit përjetshëm. O Zot, na ruaj neve nga mëkatet shkatruese dhe krimet që të jemi në zjarrin e xhenemit me kriminalët dhe zullumqtarët. I madhi Zot, lutemi me shpirt, megjithse nuk e meritojmë. Të lutemi i madhi Zot, megjithse ti je shumë i bukur. Të lutemi i madhi Zot, megjithse ti je shumë i lartë. Të lutemi i madhi Zot, megjithse ti je i gjithfuqishëm. Të lutemi ta shikojmë madhështinë tënde në xhenet dhe të kënaqemi pa mas me pamjen tënde, o sunduesi i madh i universit, o krijuesi i gjithësisë. I madhi Zot, na furnizo pa mas në këtë botë dhe në botën tjetër. O Zot, na furnizo pa mas në këtë botë dhe në botën tjetër. O Zot, na furnizo pa mas në këtë botë dhe në botën tjetër. Na jep të mirat e kësaj bote dhe të mirat e botës tjetër, na ruaj nga zjarri i xhenemit. Na fal ne, familjet tona, prindrit tan dhe gjithë njerëzit e mirë në ditën e gjykimit. Amin, 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 ja Rabbel Alamin. Allah shpërbleft. Amin. Shpresoj të kemi një agjerim të lehtë të pranuar. Amin. Zoti ju shpërbleft që i themi në podcastin e ditës tjetër. Selam aleikum. Aleikum selam.